Partia opozitare e Maqedonase LSDM sot ka dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit provat dhe informacionet që i kanë publikuar këtë ditë në lidhje me shpalosjen e, siç thonë ata, skandaleve kriminale të qeverisë së Mickoskit. Ata ditë më parë theksuan se një tender prej 9 milion euro, kompania Digital One, me vetëm 2 të punësuar, brenda një viti ka marrë tender me vlerë gati 9 milion euro. Kur nga 6 kontrata 4 prej tyre me vlerë milionëshe janë me sekretariatin e përgjithshëm të qeverisë së Mickoskit, atëherë çfarë është kjo, nëse jo favorizimi kompanive të preferuara? Këto janë të njëjtat skemat të Nikola Gruevskit. Hristian Mickoski është vetëm nxënësi dhe vazhduesi i metodave të tij. Nga LSDM kërkojnë që Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të hapë lëndë më njëherë, të zhvillojë procedurë dhe të hetojë të gjitha elementet. Kujtojmë se partia e Venko Filipçes ka filluar që nga e diela të shpalosës, siç thonë, skandalet të qeverisë të Mickoskit. Ata theksojnë se kompania Digital One, e formuar në fund të gushtit të vitit të kaluar, me vetëm 2 të punësuar, brenda një viti ka marrë tender me vlerë gati 9 milion euro para të qytetarëve, duke shtuar se të gjithë këta tender kanë qenë nga institucionet qeveritare dhe shtetërore në periudhën nga maj 2025 e deri më sot.